Në një shi të ftohtë, një baba beqar pushuar padrejtësisht nga puna dhe i detyruar ta shndërrojë makinën në shtëpi për vajzën e tij. Ndërsa përpiqet të mbijetoj, pronarja e re e shkollës fillon të dyshojë se diçka në atë pushim nga puna nuk është në rregull. Ajo që zbulon mund të mos ndryshojë vetëm fatin e të dyve, por të zbulojë çmimin e një të vërtetë të injoruar nga shumë njerëz. Para se të dëgjoni këtë rrëfim të pabesueshëm, mos harroni të abonohuni në kanal për më shumë histori emocionuese. Shiu i vazhdueshëm godiste xhamin e makinës ndërsa Marku mbante fort timonin, duke u përpjekur të kontrollonte dridhjen në duar. Në sediljen e pasme, Ana përqafonte lepurin e saj prej pelushit të konsumuar, duke vëzhguar pikat që rrivnin nëpër dritare me sytë e saj të mëdhenj dhe kureshtar të një fëmije 7 vjeçar. Ajo nuk e kuptonte plotësisht se çfarë po ndodhte, por ndjente tensionin në ajër si një peshk të padukshme. Baba, pse po flejmë sërish në makinë? Pyeti Ana, zëri i saj i vogël duke jehoj në hapësirën e ngushtë të automjetit kompakt që tani ishte shtëpia e tyre e vetme. Marku mbylli syt për një çast duke marrë frym thellë. Si t'i shpjegonte një fëmije se bota e të rriturve ndonjëherë ishte tepër e padrejtë për t'u kuptuar? Si t'i thoshte se në më pak se një javë kishte humbur gjithçka, punën, shtëpinë, dinjitetin, dhe se nuk dinte si do ta mbronte atë? Është vetëm përkohësisht, princesh, murmuriti ai, duke rregulluar pasqyrën e pasme për ta parë më mirë. Baba do t'i rregulloj të gjitha, do ta shohësh. Por fjalët tingëlluan bosh edhe në veshët e tij. Marku shikoi ndërtesën e kolegjit privat ku kishte punuar për gati një dekadë. Dritat ishin ende ndezur në katin e dytë, ku ishte administrata. Sanet kishte qëndruar vonë duke përgatitur mësime, duke organizuar gara sportive, duke u kujdesur për nxënësit sikur të ishin fëmijët e tij. Dhe gjithçka kishte përfunduar me një bisedë të thjeshtë 5 minutëshe në zyrën e drejtorit. Ristrukturim, kishin thënë. Një fjalë e ftohtë që nuk shpjegonte pse pikërisht ai, me historinë e tij të patëmet dhe përkushtimin e palodhur, ishte zgjedhur për të ikur. Marku kujtonte vështrimin shmangës të drejtorit Viktor, si kishte shmangur kontaktin me sy gjatë gjithë bisedës. Diçka nuk ishte në rregull, por në momentin e pushimit nga puna ai ishte tepër i tronditur për të pyetur. Njoftimi për dëbim kishte ardhur 2 ditë më vonë, sikur fati të donte të sigurohej që rënja e tij të ishte e plotë. Pronari i apartamentit nuk kishte treguar asnjë mëshirë për situatën e Markut. Edhe unë kam familje për të mbajtur, kishte thënë ai ftohtësisht, duke injoruar faktin se Ana ishte e pranishme gjatë bisedës. Baba, kam uri, tha Ana, duke thyer heshtjen që kishte rënë në makinë. Marku kontrolloi portofolin. Kishin mbetur vetëm disa monedha dhe një kartëmonedhë e zhubravitur. Mjaftueshëm për një ushqim të thjeshtë, ndoshta. Ditët e fundit, ai kishte ngrënë shumë pak për të siguruar që Ana të ushqehej siç duhet. Fëmia nuk kishte nevojë të dinte për sakrificat e tij. Do të shkojmë atje te pika e karburantit për të bler diçka, tha ai, duke detyruar një buzëqeshje. Po një sanduiç? Ana tundi kokën me entuziazëm dhe për një çast Marku arriti të harronte rrethanat. Vajza e tij gjithmonë arrinte të gjente gëzim në gjërat e vogla, një cilësi që ai e admironte dhe që e mbante të fortë në momentet më të vështira. Ndërsa ecnin në pikën e karburantit, Marku vuri re disa vështrime kureshtare drejtuar atyre. Kostumi i tij ishte i zhubravitur pas disa netësh gjumi në makinë dhe Ana mbante një çantë shpine të vogël me pak sendet e saj, lepurin prej pelushi, disa libra nga biblioteka dhe një fotografi të nënës që ajo nuk e kishte njohur kurrë. Ata ndoshta dukeshin pikërisht ashtu siç ishin, njerëz që kishin humbur gjithçka. A mund ta zgjedh unë sanduiçin? Pyeti Ana, duke treguar frigoriferin e vogël me opsionet e gatshme. Sigurisht, princesh. Zgjidh çfarë të duash. Ndërsa Ana vendoste mes opsioneve të disponueshme, Marku vëzhgoi lëvizjen e pikës së karburantit. Ishte një vend i zënë, veçanërisht sepse ishte afër disa shkollave të zonës. Ai njohu disa fytyra, prindër nxënësish që ai kishte mësuar, kolegë nga institucione të tjera. Të gjithë vazhdonin jetën e tyre normale, duke injoruar plotësisht praninë e burrit që një ditë kishte qenë një figurë e respektuar në komunitetin arsimor të qytetit. Ana zgjodhi një sanduiç të thjeshtë me prosciutto dhe djath, dhe Marku mori vetëm një lëng për vete. Në ark, shitësi, një djalë i ri që dukej në moshën e disa prej ishënxënësve të tij, i shikoi me një përzierje kureshtieje dhe dëmshurie. Profesor Marku, tha djali me ngurim. Unë kam studiuar në kolegjin ku punonte zotëria.
Vëllai im I vogël është në shkollën fillore atje. Marku ndjeu fytyrën t'i skuqej. Të njihej në atë gjendje ishte poshtëruese, por ai nuk mund ta shfrynte zhgënjimin e tij te Iriu që e trajtonte me respekt. Përshëndetje, Teo, tha Marku, duke lexuar etiketën e emrit të djalit. Si është vëllai yt? Mirë, profesor. Por, Teo hezitoi. Ai tha se zotëria nuk ishte më në shkollë. Nxënësit po pyesin se çfarë ndodhi. Marku ndjeu një shtrëngim në gjoks. Nxënësit e tij po e ndjenin mungesën duke pyetur për mungesën e tij të papritur. Sa mësues zëvendësues kishin kaluar në klasat e tij që nga pushimi nga puna? Sa projekte që ai kishte nisur me kaq dashuri po braktiseshin? Ndonjëherë gjërat ndryshojnë, Teo, tha Marku, duke u përpjekur ta mbante zërin të fortë. E rëndësishmja është që ju të vazhdoni të studioni dhe të përkushtoheni. Ana tërhoqi skajin e xhaketës së tij duke ndërprer bisedën. Baba, a mund të ham tani? Sigurisht, princesh. Ata u ulën në një tavolinë të vogël në cep të pikës së karburantit dhe Marku vëzhgoi Anën duke ngrënë me oreksin tipik të një fëmije. Ajo tregonte për librat që kishte marrë hua nga biblioteka, për vizatimet që kishte bërë gjatë ditës, për ëndrat e çuditshme që kishte parë kohët e fundit. Ishte e pabesueshme si ajo arrinte të mbante pafajësinë e saj pavarësisht të gjitha ndryshimeve të papritura në jetën e tyre. Baba, kur do të kemi sërish një shtëpi? Pyeti Ana papritur, mes një kafshate dhe tjetrës të sanduiçit. Pyetja goditi Markun si një grusht në stomak. Ai nuk kishte përgjigje. Pa punë dhe me reputacionin e tij të vënë në pikpyetje pas pushimit nga puna, gjetja e punës po tregonte se ishte më e vështirë nga sa kishte imagjinuar. Ditët e fundit, ai kishte vizituar disa institucione arsimore, duke marrë gjithmonë të njëjtën përgjigje, nuk kemi vende të lira për momentin. Së shpejti, princesh. Baba po punon për këtë. Ana tundi kokën, duke I besuar atij ashtu siç vetëm një fëmijë mund t'u besojë prindërve të tij. Ky besim I verbër ishte në të njëjtën kohë ngushëllues dhe tmerrues. Marku e dinte se nuk mund ta zhgënjente vajzën e tij, por gjithashtu nuk dinte si t'i përmbushte premtimet që po bënte. Jashtë, nëpër xhamin e pikës së karburantit, Marku pa një syve të zi me xhama të errët që ndalonte në parking. Automjeti binte në sy mes makinave të zakonshme që zakonisht frekuentonin vendin. Për një çast, ai mendoi se kishte parë dikë duke vëzhguar në drejtim të tij nëpër xhamin e përparm, por xhamat e errët e bënin të pamundur të ishte I sigurt. Baba, mbarova, tha Ana, duke shtyr pjatën bosh në drejtim të tij. Mirë, princesh. Tani duhet të ikim. Ata u kthyen në makinë dhe Marku ndihmoi Anën të vendosej në sediljen e pasme. Ajo tashmë kishte mësuar rutinën, të vendoste rripin e sigurisë, të organizonte pak sendet e saj, të përgatiste një batanie të hollë që kishin arritur ta shpëtonin nga apartamenti para dëbimit përfundimtar. Ndërsa Marku ndiste makinën, celulari I tij ra. Ishte një numër I panjohur. Për një çast, zemra I rahu më shpejt, ndoshta ishte një mundësi pune, një shkollë që kishte ndryshuar mendje, një shans për të filluar nga e para. Alo, u përgjigj me pritshmëri. Profesor Marku? Zëri në anën tjetër ishte femëror, formal, por jo armiqësor. Po, jam unë. Jam nga Aleanca Arsimore. Doja të flisja me zotërinë për një mundësi të mundshme pune. A do të ishte e mundur të takoheshim nesër? Marku ndjeu një val lehtësimi të përzier me shpresë. Aleanca Arsimore ishte një nga rrjetet më të mëdha arsimore në rajon, e njohur për ekselencën dhe trajtimin e drejtë të punonjësve. Ndoshta fati I tij po ndryshonte më në fund. Po, sigurisht, u përgjigj duke u përpjekur të mos tregonte dëshpërimin në zërin e tij. Në çfarë ore dhe ku? Në 9 të mëngjesit në zyrën tonë qendrore në Tiranë. Pyesni në recepcion, ata do të jenë duke pritur. Do të jem atje. Shumë faleminderit për mundësinë. Kur mbylli telefonin, Marku ndjeu lotët e lehtësimit t'i rridhnin në fytyrë. Ana kishte zënë gjumi në sediljen e pasme, e përqafuar me lepurin e saj prej pelushi, e pavetëdijshme për rrugëtimin emocional që po përjetonte babai I saj. Ndoshta gjërat po fillonin të përmirësoheshin. Ndoshta kishte ende shpresë për të dy. Marku ndiste makinën dhe drejtoi drejt parkingut ku zakonisht kalonin natën, një vend I largët dhe I qetë ku mund të pushonin pa u shqetësuar.
Nesër do të ishte një ditë e re, dhe ai ishte I vendosur ta shfrytëzonte këtë mundësi që kishte ardhur nga hiçi. Ndërsa drejtonte, Marku nuk vuri re se suvi I zi ndiqte nga një distancë e sigurt, feneret e tij duke prerë errësirën e natës si sy vigjilent që vëzhgonin çdo lëvizje. Mëngjesi erdhi gri dhe I ftohtë, me një shi të hollë që mjegullonte xhamat e makinës. Marku u zgjua me dhimbje në qafë, pasoi e një tjetër nate duke u përpjekur të flinte në sediljen e shoferit. Ana ende flinte thellë, e mbështjell në batanien e saj, lepuri prej pelushi I mbrojtur në krahët e saj të vegjël. Ai kontrolloi orën në pult, 7:15 e mëngjesit. Kishte kohë të mjaftueshme për t'u përgatitur për takimin në aleancën arsimore. Marku pa veten në pasqyrën e pasme dhe pshertiu. Fytyra e tij tregonte shenja lodhjeje dhe stresi, dhe ai do të duhej të gjente një mënyrë për t'u prezantuar në mënyrë profesionale pavarësisht rrethanave. Ana thiri butësisht duke prekur shpatullën e vajzës. Duhet të zgjohesh, princesh. Baba ka një takim të rëndësishëm sot. Vajza hapi syt ngadalë, si gjithmonë, duke I marrë disa sekonda për t'u kujtuar se ku ishte. Marku pa momentin e saktë kur realiteti u kthye në vetdijen e saj, kur buzëqeshja e përgjumur u shndërrua në një shprehje më serioze. Do të ham mëngjes te pika e karburantit dhe pastaj do të çoj në bibliotekë, tha Marku, duke u përpjekur të mbante një ton të gëzuar. Ti Fiona duhet të jetë atje tashmë. Fiona ishte bibliotekarja që ishte bërë një lloj engjëlli mbrojtës për Anën ditët e fundit. Kur Marku shpjegoi situatën, ajo ofroi menjëherë që vajza të kalonte ditët në bibliotekë ndërsa ai kërkonte punë. Ishte një ambient I sigurt, I ngrohtë, dhe Ana mund të lexonte e të bënte vizatimet e saj në paqe. Pas mëngjesit të thjeshtë në pikën e karburantit, bukë me margarinë dhe qumësht për Anën, vetëm kafe për Markun, ata u nisën për në bibliotekën qendrore të qytetit. Ishte një ndërtesë e vjetër dhe madhështore, me shkallë të mëdha mermeri që gjithmonë e impresiononin Anën. Për të, ai vend ishte bërë një strehë magjike plot histori dhe mundësi. Mirëmëngjes, Ana, e përshëndeti Fiona sapo I pa të hynin. Bibliotekarja ishte një grua në moshë të mesme, me flokë gri të kapura në një topuz dhe syze leximi të varura në një zinxhir. Kam ndarë disa libra të rinj që mbërritën dje. Mendoj se do të pëlqejnë. Faleminderit, teze Fiona, tha Ana, duke vrapuar tashmë drejt tavolinës së vogël në cep të seksionit të fëmijëve që ishte bërë vendi I saj I improvizuar I studimit. Marku ju afrua Fionës duke e mbajtur zërin të ulët. Kam një takim të rëndësishëm sot. Një kompani e madhe më thiri për të biseduar. Sa mrekulli, thiri Fiona, e lumtur sinqerisht. Uroja kaq shumë që diçka e tillë të ndodhte. Ti je një njeri I mirë, Marku, dhe Ana është një fëmijë e adhurueshme. Ju meritoni diçka më të mirë. Faleminderit për gjithçka, Fiona. Nuk di si ta shpërblej mirësinë tënde. Vetëm kujdesu mirë për këtë vajzë dhe I lumtur. Kjo është e mjaftueshme për mua. Marku u përshëndet me Anën me një puthje në ballë dhe një premtim se do të kthehej për ta marrë në fund të pasdites. Vajza I bëri me dorë gëzueshëm, tashmë e zhytur në një libër të ilustruar mbi princesha të guximshme. Ndërtesa e Aleancës Arsimore ndodhej në qendër të Tiranës, një ndërtim modern prej xhami dhe çeliku që kontrastonte me ndërtesat historike përreth. Marku mbërriti 20 minuta para orarit të caktuar, duke shfrytëzuar rastin për të rishikuar CV-n e tij dhe për të organizuar mendimet se si të trajtonte situatën e tij aktuale. Recepcioni ishte elegant, me dysheme mermeri dhe mobilje bashkëkohore. Një recepcioniste e re e priti me një buzëqeshje profesionale. Profesor Marku, pyeti ajo. Drejtoria Olia Aleanca po pret. Ju lutem, më ndiqni. Marku ndjeu një nervozizëm në rritje ndërsa ndiqte korridoret. Olia Aleanca, ai kishte dëgjuar për të në qarqet arsimore. Ishte e re për të mbajtur një pozicion me kaq përgjegjësi, por kishte reputacionin e të qenit kompetente dhe inovative. Dera e zyrës u hap, duke zbuluar një grua elegante rreth 35 vjeç, me flokë kafe të valëzuara të kapura në një model të sofistikuar, e veshur me një kostum gri të prerë në mënyrë të përsosur. Sytë e saj të gjelbër e analizuan shpejt para se të shtrinte dorën për ta përshëndetur. Profesor Marku, është kënaqësi t'ju takoj, tha Olia me një zë të fortë por të përzemërt. Ju lutem, uleni. Zyra ishte e gjerë dhe e dekoruar mirë, me dritare të mëdha që ofronin një pamje panoramike të qytetit.
Në mure, diploma dhe certifikata të kompanisë, si dhe disa fotografi nga ngjarje arsimore dhe çmime. Faleminderit që më pritët, zonja Aleanca, tha Marku, duke u përpjekur të kontrollonte ankthin. Duhet të pranoj se u befasova nga kontakti. Olia u ul pas tavolinës së saj ekzekutive, por mbajti një qëndrim të hapur dhe të qasshëm. Reputacioni juaj ju paraprin, profesor. Para largimit tuaj të fundit nga kolegji për sosmëria, ju konsideroheshit një nga profesionistët më të mirë në fushën e arsimit në rajon. Marku ndjeu një shtrëngim në stomak kur dëgjoi emrin e shkollës së tij të vjetër. Për këtë do të doja të sqaroja rrethanat e pushimit tim nga puna. Nuk është e nevojshme të thellohemi në detaje tani, ndërpreu Olia butësisht. Unë jam më e interesuar për atë që mund të ofroni në të ardhmen. Gjatë 40 minutave të ardhshme, ata biseduan për metodologjitë arsimore, projektet që Marku kishte zhvilluar, filozofinë e tij të mësimdhënies dhe aspiratat e tij profesionale. Marku ndjeu se po shkonte mirë, duke arritur të demonstronte kompetencën dhe pasionin e tij për arsimin pavarësisht situatës personale të komplikuar. Ka vetëm një çështje delikate që duhet të trajtoj, tha Olia kur biseda formale dukej se po shkonte drejt fundit. Kemi marrë disa informacione për performancën tuaj të fundit që na shqetësojnë. Zemra e Markut filloi të rrahte më shpejt. Çfarë lloj informacioni? Mungesa të shpeshta, probleme në marrëdhëniet me kolegët, pyetje rreth përkushtimit tuaj profesional, Olia lexoi nga një dosje. Dëshironi të komentoni për këtë? Marku heshti për disa sekonda, duke përpunuar atë që sapo kishte dëgjuar. Mungesa të shpeshta? Ai nuk kishte munguar asnjë ditë të vetme pune në të gjithë karrierën e tij. Probleme në marrëdhënie? Gjithmonë kishte mbajtur marrëdhënie të mira me të gjithë kolegët. Zonja Aleanca, mund t'ju garantoj se këto informacione janë plotësisht të rreme, tha ai më në fund, duke u përpjekur ta mbante zërin të qetë. Në gati 10 vjet karrierë, nuk kam munguar kurrë në punë pa justifikim mjekësor. Dhe gjithmonë kam mbajtur marrëdhënie të shkëlqyera me kolegët dhe nxënësit. Olia e vëzhgoi me vëmendje, sikur po përpiqej të lexonte përtej fjalëve. Nga erdhën atëherë këto informacione? Nuk e di, pranoi Marku. Por dyshoj se mund të ketë lidhje me disa parregullsi që identifikova muajt e fundit para pushimit tim nga puna. Çfarë lloj parregullsisë? Marku hezitoi. A duhet të tregonte për dyshimet e tij në lidhje me drejtuesit Viktor dhe Alen? Për furnizimet e dyshimta që kishte vëzhguar? Për dokumentet e çuditshme që kishte gjetur rastësisht? Probleme në magazina, furnizues të dyshimt, disa mospërputhje në regjistra, tha ai me kujdes. I raportova shqetësimet e mia e prorëve, por nuk mora përgjigje të përshtatshme. Olia bëri disa shënime në dosjen e saj. Profesor Marku, do të jem e sinqert me ju. Këto informacione kontradiktore më vendosin në një situatë të vështirë. Kam nevojë për kohë për të verifikuar disa gjëra. Marku ndjeu zhgënjimin të instalojë në gjoksin e tij. Edhe një derë po mbyllej, edhe një mundësi që po shpërbëhej para syve të tij. E kuptoj, tha ai duke u ngritur. Faleminderit për kohën tuaj. Prisni, tha Olia gjithashtu duke u ngritur. Nuk thash se mundësia ishte hedhur poshtë. Vetëm se kam nevojë për më shumë informacion. A mund t'ju kontaktoj pas disa ditësh? Marku tundi kokën dhe I dha të dhënat e tij të kontaktit. Kur doli nga ndërtesa, u ndjej lodhur mendërisht. Shpresa që kishte rritur natën e mëparshme tani dukej e brish dhe e pasigurt. Kaloi pjesën tjetër të mëngjesit duke vizituar institucione të tjera arsimore, por përgjigjet ishin gjithmonë të ngjashme. Nuk kemi vende të lira për momentin ose lini cvën tuaj, do t'ju kontaktojmë nëse shfaqet diçka. Marku filloi të dyshonte se reputacioni I tij ishte dëmtuar më gjerësisht nga sa kishte imagjinuar. Në kohën e drekës, u kthye në bibliotekë për të parë si ishte Ana. E gjeti të përqendruar në vizatimet e saj, e rrethuar nga libra të hapur. Përshëndetje, baba, tha ajo gëzueshëm. Shiko çfarë vizatova. Ishte një vizatim I ngjyrosur I një shtëpie me kopsht, 2 figura, një e madhe dhe një e vogël, dhe një diell shkëlqyes në qiell. Është shtëpia jonë e re, shpjegoi Ana. Kur ti të gjesh punën e re. Marku ndjeu një nyje në fyt. Besimi I palëkundur I vajzës së tij ishte në të njëjtën kohë frymëzues dhe I dhimbshëm. Është e bukur, princesh, tha ai, duke I puthur flokët. Do ta ruaj me shumë dashuri.
Gjatë pasdites, Marku vazhdoi kërkimin e tij për punë, por pa sukses. Disa shkolla as nuk e pritën, të tjera bën intervista të shpejta dhe formale që ishin qartazi vetëm mirësjellje. Kur u kthye në bibliotekë në fund të pasdites, Fiona e thiri për një bisedë private. Marku, duhet të them diçka, tha ajo me zë të ulët. Sot në mëngjes, pasi ti dole, një burr ishte këtu duke pyetur për Anën. Çfarë burri? Pyeti Marku, menjëherë i alarmuar. Nuk u identifikua. Tha se ishte nga një institucion arsimor dhe po bënte një kërkim mbi fëmijët në situatë vulnerabile. Bëri disa pyetje për ju të dy. Marku ndjeu një të dridhur t'i kalonte në shpinë. I dhe ndonjë informacion? Sigurisht që jo. Thash se nuk mund të diskutoj informacione personale mbi frekuentuesit tanë. Ai u largua, por mu duke çuditshme. Marku falenderoi Fionën për paralajmërimin dhe diskrecionin. Edhe një pjesë shtoi në enigmën e ngatëruar që ishte bërë jeta e tij. Dikush po hetonte situatën e tij, por kush dhe pse? Gjatë kthimit në makinë, Ana komentoi për një libër që kishte lexuar mbi familjet që kalonin vështirësitë së bashku. Historia gjithmonë ka një fund të lumtur kur njerëzit ndihmojnë njëri tjetrin, tha ajo. Apo jo, baba? Po, princesh, u përgjigj Marku, duke shpresuar që jeta reale të ishte po aq bujare sa për rallat që vajza e tij i donte aq shumë. Atë natë, ndërsa Ana flinte në sediljen e pasme, Marku qëndroi zgjuar për orë të tëra duke vëzhguar lëvizjen e rrallë të parkingut. Suvi i zi nuk ishte shfaqur, por ai nuk mund të shpëtonte nga ndjenja se po vëzhgohej. Përpjekjet e tij për të rindërtuar jetën dukeshin se po hasnin pengesa të padukshme, sikur dikush po sabotonte qëllimisht përpjekjet e tij. Nesër do të ishte një tjetër ditë kërkimi, një tjetër përpjekje për të gjetur një mundësi. Por për herë të parë që nga fillimi i kësaj sprove, Marku filloi të pyeste veten nëse kishte forca që punonin kundër tij që shkonin përtej thjesht fatit të keq. Olia mbeti në zyrën e saj deri vonë atë natë, me dosjen e Markut të shpërndarë mbi tavolinë. Diçka nuk kishte kuptim në informacionet kontradiktore që kishte marrë. Gjatë karrierës së saj të biznesit, ajo kishte mësuar të besonte instinkteve dhe diçka në lidhje me intervistën me Markun e shqetësonte, jo ai, por rrethanat rreth situatës së tij. Profesori kishte demonstruar një uri të thella, pasion të vërtet për arsimin dhe një integritet që shfaqej në çdo fjalë. Nuk dukej si dikush i neglizhuar apo problematik, si sugjeronin raportet që kishin arritur tek ajo përmes kanaleve informale të fushës arsimore. Olia telefonoi Agnesën, asistenten e saj më me përvojë të burimeve njerëzore, e cila ishte ende në ndërtesë duke përfunduar disa raporte. Agnesa, kam nevojë të bësh një verifikim diskret për mua, tha Olia kur asistenta mbërriti në zyrën e saj. Dua informacione të detajuara mbi profesor Markun që intervistova sot. Specifikisht për largimin e tij nga kolegji për sosmëria. Agnesa, një grua e hollësishme 50 vjeçare me dekada përvojë në sektor, bëri disa shënime. Diçka specifike që po kërkoni, zonjë? Mos përputhje, u përgjigj Olia. Informacionet që morëm nuk përputhen me profilin e burrit që takova sot. Dua të di kush i dha këto informacione negative dhe pse. Ndërsa Agnesa u largua për të filluar hetimin e saj, Olia ju drejtua dritares së zyrës së saj. Qyteti shtrihej para saj, mira drita që ndizeshin në errësirë. Diku atje jashtë, Marku dhe vajza e tij ndoshta po flinin në një makinë, një situatë që kontrastonte brutalisht me komoditetin e apartamentit të saj në zonën luksoze të Tiranës. Trashëgimia e biznesit e kishte vendosur Olian në një pozicion pushteti dhe përgjegjësie shumë të re. Në moshën 35 vjeç, ajo komandonte një nga rrjetet më të mëdha arsimore në rajon, por gjithmonë ishte përpjekur të mbante vlerat etike që prindërit e saj i kishin mësuar. Të shihte talentin e shpërdoruar dhe familjet që vuanin nga padrejtësitë e shqetësonte thellësisht. Të nesërmen, Olia vendosi të bënte një vizitë të panunquar në kolegjin për sosmëria. Si pjesë e komunitetit arsimor rajonal, prania e saj nuk do të ngjallte dyshime të menjëhershme. Zyrtarisht, ajo ishte atje për të diskutuar një partneritet në projekte arsimore. Drejtori Viktor Mulaj e priti me përzemërsinë e tepërt tipike të atij që dëshiron të lërë një përshtypje të mirë. Ishte një burr rreth të 40-tave, me flokë të krejura mirë dhe kostum të shtrenjtë, por kishte diçka në sytë e tij që Olia nuk mund ta deshifronte plotësisht. Zonja Aleanca, çfarë nderit ju presim në institucionin ton, tha Viktor me një buzëqeshje që nuk arrinte sytë e tij.
Si mund t'ju ndihmoj? Jam e interesuar të njoh më mirë metodat arsimore të aplikuara këtu, u përgjigj Olia. Kam dëgjuar shumë gjëra të mira për punën tuaj. Gjatë turit nëpër shkollë, Olia vëzhgoi me kujdes çdo detaj. Infrastruktura ishte mbresëlënëse, klasat të pajisura mirë, nxënësit dukeshin të angazhuar. Por kishte një tension të hollë mes punonisëve që ajo mund ta perceptonte, vështrime shmangëse, biseda që ndalonin kur ajo afrohej. Do të doja të njihja stafin tuaj mësimor, tha Olia kur mbërritën në dhomën e mësuesve. Sigurisht, u përgjigj Viktor, por ajo vuri re një hezitim të përkohshëm. Fatkeqësisht, kemi kaluar disa ndryshime të fundit në stafin. Disa mësues nuk ju përshtatën udhëzimeve të reja të institucionit. Çfarë lloj ndryshimesh? Modernizimi i metodave, efikasitet më i madh operacional, përshtatje me standardet e reja të cilësisë, Viktor fliste shpejt, sikur recitonte një përgjigje të mësuar përmendësh. Ndonjëherë është e nevojshme të bëhen shkurtime të dhimbshme për të mirën e institucionit. Olia u prezantua me Alen Salën, koordinatorin pedagogjik, një burr më i ri se Viktor, me pamje nervoze dhe tendencë për të shmangur kontaktin e drejtpërdrejt me sy. Gjatë bisedës, ajo përmendi rastësisht se njihte disa mësues të zonës. A e njihni Markun? Profesorin e edukimit fizik? Kam dëgjuar se ka punuar këtu. Reagimi ishte i menjëhershëm dhe zbulues. Viktor dhe Alen shkëmbyen një vështrim të shpejtë, por domethënës para se Viktor të përgjigjej. Marku po, ka punuar këtu, tha Viktor me kujdes. Fatkeqësisht, patëm disa probleme serioze me performancën e tij. Mungesa të vazhdueshme, probleme në marrëdhënie, pyetje rreth përkushtimit të tij. Sa keq, tha Olia, duke vëzhguar gjuhën e trupit të dyve. Ai dukej se kishte një reputacion të mirë më parë. Ndonjëherë njerëzit ndryshojnë, ndërhyri Alen shpejt. Problemet personale mund të ndikojnë në performancën profesionale. Olia bëri edhe disa pyetje të rastësishme dhe vuri re si dy burrat bëheshin progresivisht më të parehatshëm. Kur ajo përmendi se po mendonte të kontaktonte disa ish punonjës për mundësi të mundshme në kompaninë e saj, Viktor ishte kategorik. Nuk do të rekomandoja të punsonit Markun, zonja Aleanca. Do të ishte një rrezik i panevojshëm për institucionin tuaj. Në fund të vizitës, Olia kishte më shumë pyetje se sa përgjigje, por një gjë ishte e qartë, kishte diçka të qëllimshme dhe të koordinuar në mënyrën si Viktor dhe Alen flisnin për Markun. Përgjigjet e tyre dukeshin tepër të mësuara përmendësh, tepër mbrojtëse. Ktheu në zyrën e saj, ajo gjeti Agnesën duke pritur me një shprehje të shqetësuar. Zonjë, duhet ta shihni këtë, tha Agnesa, duke shtrirë një dosje. Kam marrë disa informacione për profesor Markun dhe ka gjëra shumë të çuditshme. Olia hapi dosjen dhe filloi të lexonte. Dokumentet zyrtare të pushimit nga puna të Markut tregonin vlerësime negative, regjistra mungesash dhe ankesa nga prindër dhe nxënës. Por Agnesa kishte arritur të shkonte më thellë. Bisedova jo zyrtarisht me disa punonjëse të pastrimit dhe të sekretarisë së kolegjit për sosmëria, shpjegoi Agnesa. Njerëz që punojnë atje prej vitesh dhe e njihnin mirë profesor Markun. Dhe çfarë than ato? Se ai ishte një nga punonjësit më të përkushtuar që shkolla kishte pasur ndonjëherë. Nuk mungonte kurrë, gjithmonë arrinte herët, qëndronte deri vonë duke përgatitur aktivitete speciale për nxënësit. Prindërit e adhuronin punën e tij dhe ai kishte një marrëdhënie të shkëlqyer me të gjithë komunitetin shkollor. Olia ndjeu një zemërim të rritej në gjoksin e saj. Pra, këto raporte janë të falsifikuara, me sa duket, konfirmoi Agnesa. Dhe ka më shumë. Një nga punonjëset përmendi se Marku kishte zbuluar disa probleme në furnizimet e shkollës. Pajisje me çmime të fryra, kompani fantazm, materiale që arrinin në sasi më të vogël nga sa ishte regjistruar në dokumente. A e denoncoi ai këtë? U përpoq. I çoi shqetësimet e tij drejtorisë disa herë. Punonjësja tha se ai dukej shumë i shqetësuar javët e fundit para pushimit nga puna, sikur të kishte zbuluar diçka serioze. Olia mbylli dosjen dhe shkoi te dritarja. Enigma po formohej në mendjen e saj dhe imazhi që po shfaqej ishte shqetësues. Marku nuk ishte pushuar nga puna për performancë të dobët, ishte heshtur sepse kishte zbuluar parregullsi që mund të dëmtonin njerëz me ndikim. Agnesa, dua të bësh edhe disa verifikime të tjera për mua, tha Olia, duke u kthyer nga asistenta e saj. Në mënyrë diskrete.
Dua informacione për Viktor Mulajn dhe Alen Salën. Historik financiar, stil jetese, çdo gjë që mund të tregoj të ardhura përtej pagës normale të edukatorëve. A dyshoni për diçka specifike, zonjë? Dyshoni se Marku zbuloi një skem korrupsioni dhe u ndëshkua për këtë. Dhe nëse kam të drejtë, ai dhe vajza e tij po paguajnë çmimin për të qenë përpjekur të bënin gjën e duhur. Atë natë, Olia nuk mundi të përqendrohej në asgjë tjetër. Imazhi i Markut dhe vajzës së tij në pikën e karburantit i ishte ngulitur në mendje që në ditën e parë që i kishte parë. Në atë kohë, ajo nuk dinte kush ishin, por diçka në atë skenë e kishte prekur thellësisht. Tani, duke njohur historinë pas asaj imazhi, ajo ndihej përgjegjëse për një padrejtësi që vetë neglizhenca e saj kishte lejuar të ndodhte. Si udhëheqëse e sektorit arsimor rajonal, ajo duhet të kishte qenë më e vëmendshme ndaj shenjave të korrupsionit në institucionet partnere. Gjatë fundjavës, Olia vendosi të bënte hetimin e saj. Veshi rroba të thjeshta dhe vizitoi disa vende ku Marku dhe Ana mund të ishin. Nuk ishte e sigurt se çfarë po kërkonte, por ndjente nevojën për të kuptuar më mirë situatën e tyre. Ishte në bibliotekën qendrore ku i gjeti. Ana ishte ulur në një tavolinë të vogël, e rrethuar nga libra, duke bërë vizatime të ngjyrosura. Marku bisedonte me zë të ulët me bibliotekaren, duke e falendëruar për mirësinë. Olia vëzhgoi nga larg, e fshehur mes rafteve të librave. Vajza rrezatonte një gëzim ngjitës pavarësisht rrethanave të vështira. Vizatimet e saj tregonin shtëpi me kopshte, familje të lumtura, funde të lumtura tipike të përrallave që lexonte. Marku, nga ana tjetër, tregonte një durim dhe dashuri të pafundme ndaj vajzës, edhe pse ishte e qartë se ishte nën stres të madh. Baba, kur do të kemi shtëpinë tonë të re? Olia dëgjoi Anën të pyeste kur Marku u ul pranë saj. Së shpejti, princesh. Baba po punon për këtë çdo ditë. Përgjigja, e thënë me një bindje që Marku qartazi nuk e ndjente, i theu zemrën Olia. Ai burr po luftonte kundër forcave që as nuk i kuptonte plotësisht, duke e mbajtur shpresën e vajzës së tij gjallë ndërsa e tija shpërbëhej çdo ditë. Të hënën në vijim, Agnesa solli informacione që konfirmuan dyshimet më të këqija të Olia. Viktor Mulaj kishte blerë një makinë luksoze dhe një shtëpi pushimi në 2 vitet e fundit, investime të papajtueshme me pagën e tij si drejtor. Alen Sala kishte bërë disa udhëtime të shtrenjta jashtë vendit, gjithmonë të justifikuara si kongrese arsimore që askush nuk mund t'i verifikonte. Dhe ka më shumë, tha Agnesa, duke dorëzuar një tjetër grup dokumentesh. Gjeta regjistra pagesash për kompani furnizimi që nuk ekzistojnë zyrtarisht. Adresat janë të parcela të lira ose ndërtesa komerciale që nuk kanë pasur kur këto kompani të regjistruara. Olia studioi dokumentet me kujdes. Skema ishte e sofistikuar, por jo e pazbulueshme për atë që dinte ku të kërkonte. Marku, me pozicionin e tij në shkollë dhe vëmendjen ndaj detajeve operacionale, kishte hasur rastësisht në këtë rrjet korrupsioni. Dhe në vend që të hetonin denoncimet e tij, përgjegjësit kishin zgjedhur të eliminonin denoncuesin. Agnesa, kam nevojë për edhe një gjë, tha Olia më në fund. Dua adresën aktuale të banimit të Markut dhe vajzës së tij. Agnesa hezitoi. Zonjë, ata nuk kanë adresë fikse. Ata janë duke jetuar në makinë. Informacioni, edhe pse i pritur, goditi Olian si një grusht. Një fëmijë 7 vjeçar që flinte në një makinë ndërsa përgjegjësit për situatën e saj shijonin lukse të blera me para të vjedhura nga arsimi. Gjej ku janë, tha Olia, zëri i saj i mbushur me vendosmëri. Duhet të flas me Markun. Është koha për të bërë drejtësi. Agnesa arriti ta gjente Markun përmes bibliotekares Fiona, e cila me ngurim dha informacione se ku ai zakonisht kalonte netët me Anën. Ishte një parking i largët, pas një qendre të vogël tregtare të braktisur, ku disa të pastre kishin improvizuar streza të përkohshme. Olia mbërriti në vend ngjarje në fund të pasdites, duke drejtuar makinën e saj, një sedan diskret në vend të SUV-it të korporatës që zakonisht përdorte. Donte të dukej sa më pak frikësuese që të ishte e mundur për këtë bisedë që mund të ndryshonte gjithçka. Gjeti makinën e Markut të parkuar në cepin më të largët, në një pemë që ofronte pak privatësi. Përmes xhamit të përparm, ajo arriti të shihte Anën në sediljen e pasme, duke luajtur qetësisht me lepurin e saj prej pelushi, ndërsa Marku ishte ulur jashtë, mbështetur në anën e automjetit, duke shikuar në asgjë me një shprehje lodhjeje të thellë.
Olia mori frym thellë dhe u afrua ngadalë, duke mos dashur t'i tremte. Kur Marku e pa, shpreha e tij ndryshoi menjëherë në alarm dhe mosbesim. Zonja Aleanca, tha ai, duke u ngritur shpejt. Çfarë po bëni këtu? Ana, kureshtare nga zëri i çuditshëm, shikoi nga dritarja e pasme. Sytë e saj të mëdhenj dhe shprehës vëzhguan Olian me sinqeritetin tipik të fëmijëve. Duhet të flas me ty, Marku, tha Olia butësisht. Është për shkollën tënde të vjetër dhe për disa gjëra që zbulova. Marku kryqëzoi krahët në mënyrë mbrojtëse. Nëse keni ardhur të më thoni se nuk do të mund të më punsoni për shkak të raporteve negative, mund të kurseni kohën tuaj. E kam dëgjuar këtë disa herë. Nuk është kjo, u përgjigj Olia, duke nxjerrë një dosje nga çanta e saj. Në fakt, erdha të kërkoj falje. Dhe të shpjegoj disa gjëra që ti ke të drejtë t'i dish. Shpreha e Markut ndryshoi nga mbrojtëse në konfuze. Falje? Pse? A mund të ulem? Pyeti Olia, duke treguar një stol të vogël pranë makinës. Është një bisedë e gjatë. Marku hezitoi për një çast, pastaj tundi kokën. Ana doli nga makina dhe u pozicionua pranë babait, duke mbajtur dorën e saj të vogël në të tijën, sikur donte ta mbronte. Marku, filloi Olia, duke hapur dosjen, raportet negative për punën tënde në kolegjin për sosmëria janë të rreme. Plotësisht të fabrikuara. Çfarë? Marku mbeti i palvizshëm, sikur nuk ishte i sigurt nëse kishte dëgjuar saktë. Ti ishe viktimë e një kurthi të hollësishëm, vazhdoi Olia, duke i treguar dokumentet që Agnesa kishte mbledhur. Viktor Mulaj dhe Alen Sala ndryshuan regjistrat tuaj, shpikën mungesa që ti nuk i bëre kurrë, krijuan ankesa që nuk ekzistonin kurrë. Marku mori letrat me duar të dridhura, sytë e tij duke shfletuar shpejt për mbajtjen. Ana, duke ndjerë tensionin e babait, ju afrua më shumë atij. Baba, çfarë është? Pyeti vajza me zërin e saj të ëmbël. Nuk e di ende, princesh, u përgjigj Marku, zëri i tij i ngjirur nga emocioni. Por mendoj se më në fund po zbulojmë të vërtetën. Olia vazhdoi të shpjegonte zbulimet e saj, skemën e korrupsionit, furnizuesit fantazm, paratë dhe zhvatura. Si Marku kishte zbuluar pa dashje parregullsitë dhe si, në vend që të hetonin denoncimet e tij, fajtorët kishin vendosur ta eliminonin. Ata ma shkatëruan jetën për të mbrojtur një skem vjedhjeje, tha Marku më në fund, zëri i tij duke përzier zemërim dhe lehtësim. Vajza ime flinte në makinë për javë të tëra sepse unë u përpoqa të bëja gjën e duhur. Ana, pa e kuptuar plotësisht bisedën e të rriturve, por duke ndjer emocionin e momentit, përqafoi këmbën e babait. Baba, ti nuk bëre asgjë të gabuar, apo jo? Marku u gjunjëzua pranë vajzës, lotët i rrivnin në fytyrë. Jo, princesh. Baba nuk bëri asgjë të gabuar. Ndonjëherë, njerëzit e këqij bëjnë gjëra të këqija me njerëz të mirë, por e vërteta gjithmonë shfaqet në fund. Olia vëzhgoi skenën me zemër të shtrënguar. Ajo vajzë e pafajshme kishte kaluar sprova që asnjë fëmijë nuk duhet t'i përballonte, dhe gjithçka për lakmin dhe frikën e burrave që duhet të mbronin arsimin, jo ta shfrytëzonin. Marku, tha Olia butësisht, dua të bëj më shumë se sa thjesht të zbuloj të vërtetën. Dua të korrigjoj këtë padrejtësi. Si, pyeti Marku, duke fshirë sytë. Së pari, do t'i ekspozoj publikisht Viktorin dhe Alenin. Kam prova të mjaftueshme për të shkatëruar karrierat dhe ndoshta për të çuar në akuza penale. Së dyti, dua të ofroj një pozicion në kompaninë time, jo për bamirësi, por sepse ti je pikërisht lloji i profesionistit që më duhet. Marku heshti për një kohë të gjatë, duke përpunuar gjithçka që kishte dëgjuar. Ana luante me letrat në dosje, e magjepsur nga ngjyrat e stilolapsave që Olia kishte përdorur për të shënuar informacione të rëndësishme. Pse po e bën këtë? Pyeti Marku më në fund. Ti as nuk më njeh. Olia hezitoi para se të përgjigjej, duke u përpjekur të gjente fjalët e duhura. Sepse ju pash në pikën e karburantit disa javë më parë. Nuk dija kush ishit atëherë, por diçka në imazh mënyra si ti mbroje Anën, si ajo të besonte pavarësisht gjithçkaje, kjo më la mbres. Na keni parë më parë? Po. Dhe nuk mund ta harroja. Kur ti erdhe për intervistën dhe unë fillova të hetoj situatën tënde, kuptova se fati më kishte dhënë një shans për të bërë një ndryshim. Për të korrigjuar një padrejtësi të tmerrshme. Ana, e lodhur duke u shtirur se nuk po i kushtonte vëmendje bisedës, ju afrua Olia me kureshtjen natyrale të një fëmije.
Ti ke fëmijë? Pyeti Ana pafajësisht. Jo, nuk kam, u përgjigj Olia duke buzëqeshur butësisht. Atëherë pse doni të na ndihmoni? Pyetja e thjeshtë e një fëmije goditi thelbin e çështjes në një mënyrë që të gjitha shpjegimet e të rriturve nuk mundnin. Olia u gjunjëzua në nivelin e Anës para se të përgjigjej. Sepse ndonjëherë kur shohim njerëz të mirë që kalojnë momente të vështira, duhet të ndihmojmë. Kështu bëhet bota një vend më i mirë. Ana tundi kokën me seriozitet, sikur përgjigja të kishte kuptim të plot për të. Baba im gjithmonë e thot këtë. Se duhet të ndihmojmë ata që kanë nevojë. Babai yt është një burr shumë i mençur, tha Olia duke shikuar Markun. Marku u ndjej i mbingarkuar nga emocioni. Për javë të tëra, ai kishte përballuar refuzim pas refuzimi, poshtërim pas poshtërimi. Kishte filluar të vinte në dyshim shëndetin e tij mendor, të pyeste veten nëse vërtet kishte imagjinuar gjithë përkushtimin që mendonte se kishte pasur në karrierën e tij. Nuk di çfarë të them, pranoi Marku. Mendova se po çmendesha. Se ndoshta vërtet kisha qenë një mësues i tmerrshëm dhe nuk e kisha kuptuar. Ti je një mësues i shkëlqyer, Marku. Njerëzit me të cilët bisedova në shkollë e bën këtë shumë të qartë. Viktor dhe Alen arritën të heshnin përkohësisht, por nuk arritën të fshinin të vërtetën. Olia hapi një dosje të dytë më të vogël. Këtu kam një kontratë pune paraprake për kompaninë time. Paga është më e lartë se ajo që merrje në kolegjin për sosmëria dhe kam përfshirë një bonus për të kompensuar pjesërisht muajt që ju kaluat në vështirësi. Marku mori dokumentin, por nuk mund të përqendrohej në fjalët për shkak të lotëve që i mjegullonin shikimin. A është kjo e vërtetë? Është e vërtetë. Dhe ka më shumë. Njon një apartament të disponueshëm, të vendosur mirë, afër një shkolle të shkëlqyer për Anën. Nuk është bamirësi, është pjesë e paketës së kompensimit për padrejtësinë që ju pësuat. Ana, e cila kishte dëgjuar bisedën me vëmendje në rritje, papritur kuptoi se çfarë po ndodhte. Baba, zonja po thotë se do të kemi një shtëpi të vërtetë? Mendoj se po, princesh, tha Marku, zëri i tij i mbytur. Ana lëshoi një klithmë gëzimi dhe vrapoi për të përqafuar Olian, e cila u befasua por ja ktheu përqafimin e ngrohtë vajzës. Faleminderit, faleminderit, përsëriti Ana. Faleminderit që ndihmove babin tim. Olia ndjeu lotët në sytë e saj. Për gjithë suksesin e saj profesional dhe financiar, ajo nuk kishte përjetuar kur një kënaqësi kaq të pastër sa ajo që i ofroi përqafimi i vërtet i një fëmije mirënjohës. Ka vetëm një kusht, tha Olia kur Ana më në fund e la. Marku menjëherë u tensionua. Cili? Që ju të më lejoni të jem pjesë e jetës suaj. Nuk kam familje timen dhe mirë, mendoj se të gjithë ne mund të përfitojmë nga një miqësi e vërtetë. Marku shikoi Anën, e cila tundi kokën me energji, pastaj përsëri Olian. Mendoj se mund ta pranojmë këtë kusht. Atë natë, Olia ndihmoi Markun dhe Anën të bënin check-out nga parkingu për herë të fundit. Ata u nisën për në një hotel modest, ku do të qëndronin përkohësisht ndërsa rregullonin transferimin në apartamentin e ri. Ndërsa Ana bënte dush në banjën e hotelit, dushi i saj i parë në një vask të vërtet pas javësh, Marku u ul në shtrat dhe shikoi rreth dhomës me një shprehje lehtësimi të pastër. Ende nuk e besoj se po ndodh kjo, tha ai Olia, e cila po organizonte disa dokumente në një tavolinë të vogël. Besoje. Dhe Marku më vjen shumë keq për atë që kaluat. Përse u desh kaq shumë kohë për të zbuluar të vërtetën. Ti nuk ke faj. Në fakt, ti je personi i parë që u kujdes mjaftueshëm për të hetuar për te dukjeve. Ana doli nga banja e veshur me një robë desh të butë hoteli, flokët e saj të lagur shkëlqenin në ndrita. Baba, a mund ta ndes televizorin? Ka kaluar kaq shumë kohë. Sigurisht, princesh. Mund të zgjedhësh kanalin që të duash. Ndërsa Ana eksploronte me entuziazëm kanalet e disponueshme, Marku dhe Olia dolën në korridor për të biseduar më privatisht. Çfarë do të ndodhë me Viktorin dhe Alenin? Pyeti Marku. Jam duke përgatitur tashmë ekspozimin e tyre. Kam prova të mjaftueshme për të shkatëruar karrierat e tyre dhe ndoshta për të çuar në akuza formale. Ata do të paguajnë për atë që ju bën ty dhe familjes tënde. Marku tundi kokën, duke ndjerë një përzierje drejtësie dhe dëmshurie. Edhe pas gjithë asaj që kishte vuajtur, ai nuk mund të ndjente urrëtie të vërtet për burrat që i kishin shkatëruar jetën.
Thjesht ishte i lehtësuar që e vërteta më në fund kishte dalë në dritë. Olia, tha ai butësisht, faleminderit. Jo vetëm për punën dhe apartamentin, por për besimin tek unë kur askush tjetër nuk besoj. Faleminderit që më le të jem pjesë e zgjidhjes, u përgjigj ajo. Mendoj se të gjithë kemi nevojë për një fillim të ri. Ekspozimi i Viktor Mulajt dhe Alen Salës ndodhi në një mënyrë më dramatike nga sa kishte planifikuar Olia. Të nesërmen në mëngjes pas bisedës në parking, ajo mori një telefonat urgjente nga Agnesa. Zonjë, kemi një problem, tha asistenta, zëri i saj i tensionuar. Viktor Mulaj zbuloi se po hetojmë. Dikush ka nxjerrë informacione. Olia ndjeu stomakun t'i shtrëngoi. Si e dini? Ai telefonoi direkt në zyrën tonë një orë më parë, duke bërë kërcënime të fshehta. Tha se çdo përpjekje për të shpifur profesionistë të respektuar të arsimit do të rezultonte në procese gjyqësore. Ai po përpiqet të na friksoj, analizoi Olia shpejt. Kjo do të thotë se ai e di që jemi afër të vërtetës. Duhet të shpejtojmë orarin ton. Olia anuloi të gjitha angazhimet e ditës dhe u takua me ekipin e saj ligjor. Brenda pak orësh, ajo organizoi një konferencë shtypi që do të mbahej në fund të pasdites. Nuk mund të lejonte më luksin e një hetimi diskret, Viktor dhe Alen mund të ishin duke shkatëruar prova pikërisht në atë moment. Ndërkohë, Marku dhe Ana kalonin mëngjesin e tyre të parë në hotel duke eksploruar komoditetet bazë që kishin humbur, një dush me ujë të ngrohtë të bollshëm, televizor, shtrat të rehatshëm, mëngjes në një tavolinë të vërtetë. Baba, a mund të porosisim ushqim nga menuja? Pyeti Ana, duke shfletuar menun e shërbimit në dhomë me sy të shkëlqyeshëm. Mund të zgjedhësh çfarë të duash, princesh, tha Marku, ende duke përpunuar ndryshimin radikal në rrethanat e tyre. Sot është një ditë e veçantë. Kur Olia e telefonoi për ta informuar për konferencën e shtypit, Marku ndjeu një përzierje ankthi dhe pritshmërie. Më në fund, versioni i tij i historisë do të tregohej publikisht. Nuk është e nevojshme të jesh i pranishëm nëse nuk dëshiron, tha Olia. Mund t'i prezantoj të gjitha provat pa të ekspozuar ty. Jo, u përgjigj Marku me vendosmëri. Dua të jem atje. Dua që njerëzit të shohin fytyrën time kur ti të zbulosh të vërtetën. Konferenca e shtypit u caktua për në 4 të pasdites në sallën kryesore të Aleancës Arsimore. Olia kishte ftuar mediat kryesore të rajonit, duke theksuar se do të zbulojë një skemë e rëndësishme korrupsioni në sektorin arsimor. Marku mbërriti në ndërtesën e korporatës 2 orë para ngjarjes, i shoqëruar nga Ana, e cila ishte veshur me një nga pak fustanet e mira që kishin arritur të shpëtonin nga apartamenti. Fiona ishte ofruar të kujdesej për vajzën gjatë konferencës, por Ana këmbënguli se donte të shoqëronte babain. Ajo mund të qëndrojë në zyrën time duke parë televizor, sugjeroi Olia. Kështu do të jetë afër, por jo e ekspozuar drejt për drejt ndaj shtypit. Ndërsa Ana u vendos në zyrën e Olia me disa libra të rinj dhe letër për të vizatuar, Marku dhe Olia rishikuan pikat kryesore që do të prezantoheshin. Provat ishin të organizuara dhe të pakundërshtueshme, dokumente të falsifikuara, regjistra bankar, regjistrime audio që Agnesa kishte marrë nga punonjës të gatshëm të dëshmonin anonimisht. Je nervoz? Pyeti Olia, duke vënë re si Marku rregullonte vazhdimisht kravatën. I tmerruar, pranoi ai. Por edhe i lehtësuar. Më në fund do të mund të them të vërtetën publikisht. Auditoriumi u mbush shpejt me gazetar, edukator kureshtar dhe përfaqësues të institucioneve të tjera arsimore. Olia u ngjit në podium me besimin që i kishte dhënë përvoja e saj në biznes, por edhe me pasionin e dikujt që luftonte për drejtësi. Zonja dhe zotërinj, filloi ajo, jam këtu sot për të ekspozuar një skem korrupsioni që ka njollosur komunitetin ton arsimor dhe ka shkatëruar jetën e një profesori të përkushtuar dhe vajzës së tij. Gjatë 40 minutave të ardhshme, Olia prezantoi metodikisht të gjitha provat. Tregoi dokumentet e falsifikuara që ishin përdorur për të justifikuar pushimin nga puna të Markut, regjistrat bankar që zbulonin pasurimin e pashpjegueshëm të Viktorit dhe Alenit, dhe lidhjet me kompani fantazm që kishin zhvatur mijëra lekë të destinuara për arsimin. Profesor Marku, tha Olia, duke i bërë shenjë që ai t'i bashkohej në podium, nuk u pushua nga puna për performancë të dobët. Ai u hesht sepse zbuloi parregullsi që kërcënonin një skem fitimprurse korrupsioni. Marku ju afrua mikrofonit me duar të dridhura. Auditoriumi ra në heshtje absolute.
Për gati 10 vjet filloi Marku, zëri I tij duke fituar forcë me çdo fjalë, I përkushtova jetën time arsimin. Nuk mungova asnjë ditë të vetë me punë. Gjithmonë vendosa mirëqenien e nxënësve të mi mbi gjithçka. Kur zbulova parregullsi në furnizimet e shkollës, I raportova sepse besoja se ishte detyra ime. Zëri I tij filloi të mbyllej kur ai vazhdoi, në shpërblim u pushova nga puna bazuar në gënjeshtra. Humba shtëpinë time. Vajza ime 7 vjeçare flinte në makinë për javë të tëra sepse unë u përpoqa të bëja gjën e duhur. Një murmurim zemërimi përshkoi auditorin. Disa kamera u fokusuan në fytyrën e emocionuar të Markut, ndërsa ai luftonte për të mbajtur qetësinë. Por jam këtu sot, përfundoi Marku, jo për të kërkuar hakmarrje, por që asnjë edukator tjetër të mos kaloj atë që kalova unë. Që e vërteta të jetë më e fortë se lakmia. Pyetjet e gazetarëve ishin intensive dhe të drejtë për drejta. Olia ju përgjigj të gjitha me të dhëna konkrete dhe prova të dokumentuara. Kur u pyet për motivet e saj personale për të hetuar rastin, ajo ishte e sinqertë. Pash këtë burr dhe vajzën e tij në një situatë vulnerabile dhe nuk mund ta injoroja. Pastaj zbulova se kjo vulnerabilitet ishte rezultat I një padrejtësie të qëllimshme. Si udhëheqëse në sektorin arsimor, ndjeva se ishte përgjegjësia ime ta korrigjoja atë. Gjatë konferencës, Viktor Mulaj dhe Alen Sala u përpoqën të hynin në auditor, por u ndaluan nga siguria. Jashtë, Viktor u bërtiste gazetarëve se bëhej fjalë për një shpifje të orkestruar dhe se ai do të padiste të gjithë të përfshirët për dëme morale. Ironia e situatës nuk kaloi pa u vënë re nga gazetarët e pranishëm, të cilët menjëherë rrethuan Viktorin dhe Alenin për të marrë komentet e tyre. Përballë provave të prezantuara nga Olia, mohimet e tyre u dukën të dëshpëruara dhe jo bindëse. Pas konferencës, Marku gjeti anën në zyrën e Olia. Vajza kishte parë gjithçka në televizor dhe vrapoi për të përqafuar babain sapo ai hyri. Baba, ishe shumë I guximshëm, thiri Ana. Të gjithë do të dinë se ti je një mësues I mirë. Po, princesh, tha Marku, duke e përqafuar fort. Tani të gjithë do të dinë të vërtetën. Olia vëzhgoi skenën me një kënaqësi të thellë. Të shihte babain dhe vajzën më në fund të lirë nga pesha e padrejtësisë ishte më shpërblyese se çdo sukses biznesi që ajo kishte arritur ndonjëherë. Në ditët që pasuan, historia dominoi titujt rajonal. Skema e korrupsionit shkatëron familjen ishte faqja e parë e gazetës kryesore të Tiranës. Profesori I pafajshëm jetoi në makinë ndërsa korruptuarit përfitonin ishte në qendër të vëmendjes në disa programe televizive. Reagimi publik ishte një zemërim masiv. Prindër nxënësish të kolegjit për sosmëria organizuan protesta duke kërkuar largimin e menjëhershëm të Viktorit dhe Alenit. Ish kolegë të Markut u shprehën publikisht duke konfirmuar përkushtimin dhe integritetin e tij profesional. Marku mori dhjetëra telefonata nga institucione të tjera që ofronin punë, por ai kishte marrë vendimin e tij, do të pranonte ofertën e Olia në aleancën arsimore, ku dinte se do të vlerësoj dhe respektoj. Transferimi në apartamentin e ri ndodhi një javë pas konferencës së shtypit. Ishte një vend I ndriçuar dhe mikpritës, me 2 dhoma gjumi, një kuzhinë të gjerë dhe një balkon të vogël me pamje nga një park. Ana ishte ekstazuar me dhomën e saj, e dekoruar me letër muri me lule që Olia kishte zgjedhur posaçërisht për të. Shiko, baba, thiri Ana, duke vrapuar nëpër apartament. Ka krevat të vërtetë. Dhe dollap. Dhe një tavolinë ku të bëj detyrat. Marku qëndroi në dhomën e ndenjes duke vëzhguar vajzën e tij të zbulonte sërish gëzimin e të pasurit një shtëpi. Olia ishte pranë tij, gjithashtu duke buzëqeshur kur pa lumturinë e vajzës. Si mund ta falenderoj për gjithë këtë? Pyeti Marku, duke u kthyer nga Olia. Nuk ke pse të falenderosh, u përgjigj ajo. Vetëm I lumtur. Ju e meritoni këtë. Atë pasdite, të tre u ulën në balkonin e vogël të apartamentit, duke vëzhguar lëvizjen e parkut poshtë. Ana luante me lepurin e saj prej pelushi, duke I treguar atij për të gjitha mrekullitë e shtëpisë së saj të re. Çfarë do të ndodh tani? Pyeti Marku. Tani ju filloni nga e para, tha Olia. Dhe unë mirë, shpresoj të jem pjesë e këtij fillimi të ri, nëse ju më lejoni. Ana ngriti kokën nga loja e saj. Sigurisht që do të jesh pjesë. Ti je shoqja jonë e veçantë. Marku buzëqeshi, duke ndjerë një paqe që nuk e kishte përjetuar prej muajsh. Shoqja jonë e veçantë, përsëriti ai.
Më pëlqen si tingëllon kjo. Ndërsa dielli perëndonte mbi qytet duke ngjyrosur qiellin me nuanca të arta dhe roz, të tre ndan një moment qetësie dhe shprese. E ardhmja, që kishte dukur kaq e pasigurt dhe e trish vetëm disa ditë më parë, tani shtrihej para tyre plot mundësi. Olia shikoi Markun dhe Anën, burrin e ndershëm që kishte ruajtur dinjitetin e tij pavarësisht të gjitha vështirësive, dhe vajzën e guximshme që kishte përballuar paqëndrueshmërinë me një besim të palëkundur te babai, dhe e dinte se edhe jeta e saj kishte ndryshuar përgjithmonë. Ajo kishte gjetur diçka që gjithë suksesi i saj profesional nuk kishte arritur t'i jepte, një familje të vërtetë, të ndërtuar jo nga gjaku, por nga zgjedhja dhe dashuria. 6 muaj më vonë, jeta kishte gjetur një ritëm të ri dhe harmonik për të tre. Marku po lulëzonte në pozicionin e tij të ri në Aleancën Arsimore, ku zhvillonte programe inovative të edukimit fizik që tashmë po njiheshin në nivel rajonal. Ana, e regjistruar në një nga shkollat më të mira të Tiranës, bënte miq të rinj dhe demonstronte një besim të ri për të rirë që rezatonte në çdo buzëqeshje. Olia ishte bërë një prani e vazhdueshme në jetën e tyre, duke darkuar me ta të paktën 2 herë në javë, duke shoqëruar Anën në prezantimet shkollore dhe duke festuar çdo fitore të vogël të familjes. Ajo që kishte filluar si një akt drejtësie ishte shndërruar në diçka shumë më të thellë. Në një pasdite vjeshte, ndërsa Ana luante në parkun përballë apartamentit, Marku dhe Olia bisedonin në stol ku zakonisht uleshin për ta vëzhguar. Ka diçka që duhet të them, tha Marku, zëri i tij i mbushur me një emocion që Olia nuk mund ta identifikonte. Çfarë është? Pyeti ajo, duke vënë re si ai dukej nervoz. Marku mori frym thellë para se të vazhdonte. Dje mora një telefonat. Viktor Mulaj u dënua me 5 vjet burg për korrupsion dhe shpërdorim detyre. Alen mori 3 vjet. Ata gjithashtu do të duhet të kthejnë të gjitha paratë dhe zhvatura. Olia tundi kokën me seriozitet. Drejtësia u bë. Po, por nuk është vetëm kjo, vazhdoi Marku, duke shikuar Anën që qeshte ndërsa luante fshehtas me fëmijë të tjerë. Avokati më tha se një nga provat më të rëndësishme të çështjes u gjet rastësisht. Një shënim i vogël që Ana kishte humbur në qendrën komunitare ku kalonin disa net. Çfarë shënimi? Marku buzëqeshi trishtueshëm. Ajo kishte shkruar, do të doja vetëm që dikush ta ndihmonte babin tim. Me sa duket, ti e gjete atë shënim para se të më njihje mua. Olia heshti për një çast duke kujtuar. Më kujtohet ai shënim. Ishte atëherë kur vendosa të hetoj vërtet se çfarë po ndodhte. Shkrimi i saj, aq i vogël dhe shpresëdhënës, ma theu zemrën. Ana nuk më tregoi kur se e kishte shkruar këtë, tha Marku, zëri i tij i mbushur me emocion. Një fëmijë 7 vjeçar duke kërkuar ndihmë për babain e saj në mënyrën e vetme që dinte. Të dy mbetën në meditim të heshtur, duke vëzhguar Anën të luante pa shqetësime, e pavetëdijshme për fuqinë që kishin pasur fjalët e saj të pafajshme në ndryshimin e rrjedhës së jetës së tyre. Marku, tha Olia butësisht, ka diçka që edhe unë duhet të them. Ai u kthye për ta shikuar, duke vënë re një cenueshmëri në sytë e saj që rrallë e shite. Muajt e fundit, ju të dy u bëtë familja që nuk e dija kur që doja. Gjithmonë jam përqendruar kaq shumë në karrierë, në suksesin profesional, saqë nuk mendova kur se mund të më mungonte diçka më personale. Marku ndjeu zemrën t'i rrahte më shpejt. Muajt e fundit, ai gjithashtu kishte kuptuar se ndjenjat e tij për Olian po evoluonin për te mirënjohjes. Mënyra si ajo ndërvepronte me Anën, me durim dhe dashuri të sinqertë, mënyra si mbështeste projektet e tij profesionale, si ishte bërë pjesë integrale e jetës së tyre. Olia, filloi ai, por ajo e ndërpreu. E di që situata jonë është e komplikuar, vazhdoi ajo shpejt. Ti ke kaluar kaq shumë trauma, Ana ende po përshtatet me gjithçka që ndryshoi. Nuk dua të shtyj asgjë që nuk është natyrale. Po sikur të ishte natyrale, pyeti Marku butësisht. Po sikur Ana dhe unë gjithashtu të ndjenim se ti e bërë thelbësore në jetën tonë? Ana, sikur të kishte ndjerë se po vëzhgoi, vrapoi drejt tyre me faqet e skuqura nga loja. Baba, Olia, thiri ajo. E jani të shihni çfarë gjeta. Ajo i drejtoi drejt një zone të parkut ku kishte zbuluar një familje të vogël rosash në liçen. Shikoni. Janë 2 rosa të mëdha dhe një e vogël. Si një familje. Marku dhe Olia shkëmbyen vështrime domethënëse. Pafajësia e Anës shpesh zbulonte të vërteta që të rriturit hezitonin t'i shprehnin.
Ana, tha Marku, duke u gjunjëzuar në nivelin e vajzës, si do të ndiheshe nëse Olia do të bëhej pjesë e familjes sonë vërtet? Si kështu, pyeti Ana, duke anuar kokën me kureshtje. Nëse ajo do të jetonte me ne, nëse do të ishte si një nën për ty? Sytë e Anës u ndriçuan me një gëzim të pastër që nuk linte dyshime për ndjenjat e saj. Seriozisht? Olia mund të jetë nëna ime? Olia ndjeu lotët t'i rridhnin në fytyrë. Lehtësia me të cilën Ana e pranonte idenë, natyrshmëria me të cilën vajza kishte hapur zemrën e saj, ishte një dhuratë që ajo nuk kishte pritur kur ta merrte. Vetëm nëse ti do, dashuria ime, tha Olia, duke u gjunjëzuar gjithashtu për të qenë në lartësinë e Anës. Dua shumë, thiri Ana, duke i përqafuar të dy njëkohësisht. Gjithmonë kam dashur të kem një nën, dhe ti tashmë kujdesesh për ne sikur të ishe. Në atë moment, në mes të parkut, me Anën mes tyre, Marku dhe Olia vulosën me një puthje të butë premtimin e një familjeje të ndërtuar mbi baza të forta dashurie, respekti dhe kapërcimi të vështirësive. 3 muaj më vonë, ata u martuan në një ceremoni të vogël dhe intime në kopshtin e apartamentit që tani ndanin. Ana ishte shoqëruesja e nuses, rrezatuese në një fustan të bardhë me lule vjollc, duke mbajtur lepurin e saj prej pelushi si aksesor special. Fiona ishte e pranishme, krenare që kishte qenë pjesë e udhëtimit që çoi në atë moment të lumtur. Agnesa dhe kolegë të tjerë të punës gjithashtu morën pjesë, duke festuar jo vetëm një bashkim, por një fitore të drejtësisë dhe dashurisë mbi fatkeqësinë. Gjatë betimeve, Marku foli për mënyrën si Olia kishte shfaqur në jetën e tij në momentin më të errët, jo vetëm si shpëtimtare, por si shoqe. Olia premtoi ta donte dhe ta mbronte si atë ashtu edhe Anën, dhe të nderoj kujtimin e nënës biologjike të Anës duke mbajtur gjallë praninë e saj përmes historive dhe dashurisë së pakushtëzuar. Ana, kur u ftua të fliste, tha thjesht, tani jemi një familje e vërtetë, si në vizatimet e mia. Ajo që emocionoi më shumë të pranishmit ishte momenti kur Ana i dorëzoi Olia një vizatim special që kishte bërë. Ai tregonte 3 figura të kapura për dore përballë një shtëpie të ngjyrosur, me një diell të shkëlqyeshëm dhe fjalët familja ime e lumtur të shkruara me kaligrafinë e kujdesshme të një fëmie 8 vjeçar. 2 vjet më vonë, në një mëngjes pranvere, familja ishte rritur. Olia ishte shtatzën me fëmijën e parë të çiftit, dhe Ana nuk mund të përmbahej nga gëzimi me perspektivën e të qenit motër e madhe. Baba, a do t'i pëlqej foshnjës futbolli si mua? Pyeti Ana, ndërsa të 3 pikturonin dhomën e foshnjës me nuanca të buta të verdha. Nuk e dim ende, princesh, u përgjigj Marku, duke buzëqeshur. Por jam i sigurt se do të doj ty si motër. Olia, duke vëzhguar Markun që i mësonte Anës si të përdorte furçën siç duhet, reflektonte mbi udhëtimin e jashtëzakonshëm që i kishte çuar deri aty. Ajo që filloi si një padrejtësi e tmerrshme ishte shndërruar në bazën për një lumturi që asnjëri prej tyre nuk e kishte imagjinuar të ishte e mundur. Çfarë po mendon? Pyeti Marku, duke vënë re vështrimin e largët të bashkëshortes së tij. Për shënimin, u përgjigj Olia duke buzëqeshur. Për shënimin e vogël të Anës që kërkonte ndihmë për babin. Si diçka kaq e vogël mund të ndryshonte gjithçka. Ana ndaloi së pikturuari dhe i shikoi. Cili shënim? Marku dhe Olia nuk i kishin treguar kur Anës për rolin që kishte luajtur shënimi i saj në historinë e tyre. Tani, ajo ishte mjaft e madhe për të kuptuar. A të kujtohet ajo periudhë kur kalonim netët në qendrën komunitare? Pyeti Marku butësisht. Ana tundi kokën, por pa trishtim. Ato kohë të vështira tani dukeshin si një kapitull i largët i një historie që kishte përfunduar mirë. Ti shkrove një shënim duke kërkuar që dikush ta ndihmonte babin. Olia e gjeti atë shënim, dhe kështu ajo e kuptoi se kishim nevojë për ndihmë. Ana heshti për një çast duke përpunuar informacionin. Pastaj, një buzëqeshje e ngadalë dhe plot mirëkuptim ndriçoi fytyrën e saj. Pra, unë ju ndihmova të takoheshit? Ti ishe kupidi i gjithë familjes son, tha Olia, duke përqafuar vajzën. Zemra jote bujare na shpëtoi të gjithëve. Ana përqafoi Olian me forcë shtesë. Të dua, mami. Ishte hera e parë që Ana e thërriste thjesht mami, pa kualifikime. Olia ndjeu zemrën t'i zgjerohej me një lumturi aq intensive sa që dukej e pamundur të përmbahej. Edhe unë të dua, vajza ime. Më shumë nga sa mund ta imagjinosh. Marku vëzhgoi 2 gratë më të rëndësishme në jetën e tij, njëra që kishte qenë motivimi i tij për të rezistuar në momentet më të vështira, dhe tjetra që kishte shndërruar rezistencën në ri për të rritje,
dhe e dinte se udhëtimi i tij kishte vletur çdo lot, çdo natë të ftohtë në makinë, çdo moment dëshpërimi. Sepse gjithë kjo kishte çuar në këtë moment të përsosur, një pasdite pranvere, duke pikturuar dhomën e fëmijës që do të vinte, i rrethuar nga dashuria e një familjeje që kishte zgjedhur të dashuronte, të mbronte dhe të mbështeste njëri tjetrin. Jashtë, bota vazhdonte me problemet dhe padrejtësitë e saj. Por brenda asaj dhome të ndriçuar nga dielli, tre zemra rrinin në harmoni, duke krijuar një simfoni shprese që do të jehoj për breza. Ana, me mençurinë e saj fëmijërore, e përmblodhi gjithçka në mënyrë të përsosur kur tha: "Baba, ndonjëherë gjërat e këqija ndodhin që të mund të fillojnë gjërat e mira, apo jo?" Marku puthi ballin e vajzës së tij dhe shtrëngoi dorën e gruas së tij. "Pikërisht ashtu, princesh. Ndonjëherë është pikërisht kështu." Dhe ndërsa vazhdonin të pikturonin të ardhmen së bashku, të tre e dinin se kishin gjetur diçka të rrallë dhe të çmuar, një familje të ndërtuar jo vetëm nga dashuria, por nga guximi për të bërë atë që është e drejtë, edhe kur bota duket se është kundër teje. Historia e Markut, Anës dhe Olia u bë legjendë në komunitetin arsimor, një dëshmi se e vërteta gjithmonë triumfon, se mirësia ende ekziston në botë dhe se ndonjëherë fundet më të lumtura lindin nga fillimet më të vështira. Një vit kishte kaluar që kur Marku, Ana dhe Olia u bën zyrtarisht një familje. Jeta që kishin ndërtuar së bashku po lulëzonte në mënyra që asnjëri prej tyre nuk e kishte imagjinuar të ishte e mundur gjatë atyre ditëve të vështira në makinë. Marku ishte në zyrën e tij në aleancën arsimore, duke rishikuar planet për një program të ri shkëmbimi sportiv midis shkollave të rajonit, kur mori një telefonat që do të ndryshonte gjithçka përsëri. Ishte nga Pietro, një gazetar investigativ që kishte mbuluar rastin e korrupsionit në kolegjin për sosmëria. "Profesor Marku," tha Pietro, zëri i tij i mbushur me urgjencë. "Duhet të flas me ju për diçka të rëndësishme që zbulova. A mund të takohemi sot pasdite?" Marku ndjeu një të ftohtë në shpinë. Pas muajsh paqeje dhe lumturie, gjëja e fundit që donte ishte të rivivonte traumat e së kaluarës. Por kishte diçka në tonin e Pietros që sugjeronte se bëhej fjalë për diçka domethënëse. "Për çfarë bëhet fjalë?" pyeti Marku me kujdes. "Është për Anën. Për nënën e saj. Duhet të tregoj disa gjëra që gjeta." Zemra e Markut ndaloi për një çast. Nëna e Anës ishte larguar kur vajza ishte vetëm disa muajshe, duke lënë vetëm një letër të shkurtër duke shpjeguar se nuk ishte e përgatitur për amësinë. Marku nuk kishte folur shumë për Rozën me Anën, vetëm aq sa vajza të dinte se ishte dashur, edhe pse shkurtimisht. Marku caktoi takimin për në fund të pasdites, në një kafene diskrete në qendër të qytetit. Kaloi pjesën tjetër të ditës i shqetësuar, i paftë të përqendrohej në punë. Çfarë kishte zbuluar Pietro për Rozën pas kaq shumë kohësh? Kur mbërriti në kafene, gjeti Pietron tashmë duke pritur me një dosje të trashë mbi tavolinë. Gazetari ishte një burr serioz, i njohur për integritetin dhe saktësinë e tij në hetime. "Marku," filloi Pietro pas përshëndetjeve fillestare, "ajo që do të tregoj do të jetë e vështirë për tu përpunuar, por besoj se ti ke të drejtë ta dish." "Fol shpejt," tha Marku, durimi i tij duke u shtëruar nga tensioni. Pietro hapi dosjen dhe nxori disa fotografi dhe dokumente. "Gjatë hetimit tim mbi skemën e korrupsionit, zbulova lidhje që shkuan përtej kolegjit për sosmëria. Viktor Mulaj dhe Alen Sala ishin pjesë e një rrjeti më të madh të zhvatjes së burimeve arsimore." Marku tundi kokën, pa kuptuar ende ku përshtatej Roza në këtë. "Një nga kompanitë fantazmë që ata përdornin për të pastruar para drejtohej nga një grua e quajtur Roza Carmini," vazhdoi Pietro, duke vëzhguar me kujdes reagimin e Markut. Mbiemri e goditi Markun si një rrufe. Roza nuk kishte përdorur kur mbiemër kur ishin bashk, duke pretenduar se preferonte ta mbante jetën e saj personale të ndarë nga çështjet familjare të komplikuara. "Ti po sugjeron se..." Marku nuk mundi ta përfundonte fjalinë. "Po sugjeroj se nëna e Anës jo vetëm që ju braktisi, por ishte e përfshirë në të njëjtën skem që më pas shkatërroi jetën tënde," tha Pietro butësisht. "Dhe ka më shumë. Roza nuk vdiq siç u bë të besonin." Marku ndjeu botën t'i rrotullohej rreth e rrotull. "Si kështu nuk vdiq? Kam marrë certifikat vdekjeje. E falsifikuar." Roza mori një identitet të ri dhe u zhvendos në një qytet tjetër në një qark fqinj. "Ajo po ikte jo vetëm nga ju, por edhe nga hetimet për pastrim parash.
Të linte ty të besonte se ajo kishte vdekur ishte një mënyrë për t'i prerë plotësisht lidhjet dhe për të parandaluar që Ana të mund të gjurmohej deri tek ajo. Pietro tregoi dokumente bankare, fotografi vëzhgimi dhe regjistra që provonin se Rosa ishte gjallë dhe mirë, duke jetuar me një emër të rem në një qytet të brendshëm të një qarku fqinj. Pse po ma tregon këtë tani, pyeti Marku, duke luftuar për të përpunuar informacionin. Sepse Rosa mori vesh për rastin që ekspozoi Viktorin dhe Alenin. Ajo e di se ti zbulove të vërtetën për skemën në të cilën ajo ishte e përfshirë. Dhe Pietro hezitoi, ajo dëshiron kontakt me Anën. Marku u ngrit papritur nga tavolina, duke ecur drejt dritares së kafenes. Në rrugë, ai shihte familje normale që kalonin, fëmijë që luanin, jeta e përditshme që vazhdonte ndërsa bota e tij po shpërbëhej sërish. Ajo braktisi Anën kur ishte foshnjë. Më la të besoja se ajo kishte vdekur. Dhe tani dëshiron të kthehet? Pas gjithë asaj që kaluam? Sipas dokumenteve që mora, ajo pretendon se po mbronte Anën nga rreziku i hetimit. Se t'ju linte ishte mënyra e vetme për të siguruar që vajza të mos përfshihej në pasojat e veprimeve të saj. Marku u kthye në tavolinë, mendja e tij po vraponte. Si do t'ia thoshte këtë Anës? Si do t'ia shpjegonte Olia, e cila ishte bërë nëna e vajzës në një mënyrë kaq natyrale dhe të dashur? Ka një gjë të fundit, tha Pietro, duke nxjerrë një letër nga dosja. Rosa ja shkroi këtë Anës. Ajo më kërkoi t'ia dorëzoja. Marku mori letrën me duar të dridhura. Zarfja ishte adresuar Anës si me të dashur me një kaligrafi që ai e njohu edhe pas kaq shumë vitesh. Atë natë, Marku mbërriti në shtëpi më vonë se zakonisht. Ana ishte në dhomën e ndenjes duke bërë detyrat, ndërsa Olia po përgatiste darkën. Skena e përsosur shtëpiake që ishte bërë realiteti i tyre kontrastonte mizorisht me turbullirën në mendjen e tij. Baba, thiri Ana kur e pa. Shiko çfarë mësova sot në shkollë. Ajo vrapoi për të treguar një projekt mbi familjet që kishte bërë, me vizatime të treve të buzëqeshur. Marku përqafoi vajzën, duke ndjerë një nyje në fy. Si mund ta shqetësonte lumturinë e saj me zbulime mbi një të kaluar që ajo as nuk e mbante mend. Gjithçka mirë, pyeti Olia, duke vënë re menjëherë se diçka nuk shkonte. Pas më shumë se një viti bashk, ajo kishte mësuar t'i lexonte shprehjet e Markut si një libër të hapur. Duhet të flasim, tha Marku me zë të ulët, pasi Ana të flej. Darka kaloi me Anën që fliste pa pushim për ditën e saj në shkollë, plotësisht e pavetëdijshme për tensionin që rrinte mes të rriturve. Kur më në fund e vunë në gjumë, Marku dhe Olia u ulën në dhomën e ndenjes dhe ai I tregoi gjithçka që kishte zbuluar. Olia dëgjoi në heshtje, shpreha e saj duke ndryshuar nga habia në shqetësim dhe më në fund në një vendosmëri mbrojtëse që Marku e njihte mirë. Çfarë do të bësh? Pyeti ajo kur ai mbaroi. Nuk e di, pranoi Marku. Ana është e lumtur. Ajo të ka ty si nën, ka stabilitet, ka dashuri. Pse do ta shqetësoja këtë? Por ajo ka të drejtë të di të vërtetën për nënën e saj biologjike, tha Olia me mendim. Dhe të vendos nëse dëshiron apo jo të ketë kontakt me të. Ajo është 8 vjeçe, Olia. Si mund të marrë një vendim të tillë? Ndoshta nuk mundet tani, por një ditë do të mundet. Dhe kur të vi ajo ditë, ajo do të dëshiroj të di se ne ishim të sinqert me të. Marku e dinte se Olia kishte të drejtë, por frika se mos e humbiste Anën edhe pjesërisht e tmerronte. Rosa e kishte braktisur vajzën një herë. Çfarë garantonte se nuk do ta bënte përsëri? Po sikur ajo të dojë të takojë Rozën? Po sikur të vendosë se preferon nënën biologjike? Olia ju afrua Markut dhe I mbajti duar. Marku, dashuria nuk është një garë. Ana na do sepse ne zgjedhim të jemi këtu çdo ditë, sepse ndërtuam një jetë së bashku bazuar në besim dhe kujdes. Kjo nuk mund të fshihet nga thjesht prania e dikujt që ndan adnën e saj. Ti nuk ke frikë? Sigurisht që kam, pranoi Olia. Kam shumë frikë. Ana është bërë vajza ime në çdo kuptim që ka rëndësi. Por gjithashtu e di se fsheja e së vërtetës prej saj do të ishte tradhti në një mënyrë që unë nuk do të mund ta falja kur veten. Ata kaluan orë të tëra duke biseduar, duke peshuar opsionet, duke marrë parasysh pasojat. Më në fund vendosën se do të flisnin me Anën gradualisht, duke e përgatitur atë për mundësinë e njohjes së informacioneve mbi nënën e saj biologjike. Të nesërmen, Marku kërkoi Agnesën për këshill.
Asistentja me përvojë e burimeve njerëzore ishte bërë një figurë amësore për të dhe mençuria e saj gjithmonë e qetësonte. Marku, tha Agnesa pasi dëgjoi të gjithë historinë, ndonjëherë fantazmat e së kaluarës kthehen për të na mësuar mësime të rëndësishme për të tashmen. Ndoshta kjo situatë është një mundësi për ju të konsolidoni edhe më tej lidhjet familjare që keni ndërtuar. Si kështu? Ana do të shohë si ti dhe Olia e trajtoni një situatë të vështirë së bashku. Do të mësoj për ndershmërinë, guximin dhe dashurinë e pakushtëzuar. Këto janë mësime që ajo do t'i mbajë për gjithë jetën. 2 javë më vonë, gjatë një të dieleje të qetë, Marku dhe Olia vendosën të bisedonin me Anën. Zgjodhen një moment kur ajo ishte e relaksuar, duke luajtur në kopshtin e apartamentit. Ana, thiri Marku butësisht, a mund të vish këtu? Mami dhe babi duan të bisedojnë me ty për diçka të rëndësishme. Ana u afrua, shpreha e saj kurioztare por pa ankth. Besimi që kishte te prindërit ishte absolut. A të kujtohen bisedat që patëm për nënën tënde që u largua kur ti ishe foshnjë? Filloi Olia me kujdes. Po, tha Ana. Ti the se ajo më donte, por nuk mund të qëndronte. Kemi zbuluar disa gjëra të reja për të, vazhdoi Marku. Dhe duam që ti të dish se, nëse një ditë dëshiron të dish më shumë ose madje ta takosh, ne do të mbështesim. Ana mbeti në mendime për një çast. Ajo do të më takoj? Po, u përgjigj Olia. Ajo të ka shkruar një letër. Por ti nuk ke pse ta lexosh tani nëse nuk dëshiron. A mund të mendoj për këtë? Pyeti Ana me pjekurinë që ndonjëherë i befasonte të rriturit. Sigurisht që mundesh, dashuria ime, tha Marku. Mund të mendosh për aq kohë sa të duhet. Dhe çdo vendim që të marrësh, ne do të mbështesim. Ana tundi kokën dhe u kthye te lojrat e saj, me sa duket jo shumë e shqetësuar nga zbulimi. Aftësia e saj për të pranuar informacione komplekse dhe për t'i përpunuar ato në ritmin e saj gjithmonë e kishte impresionuar Markun. 3 ditë më vonë, Ana ju afrua Olia ndërsa ajo po gatuante darkën. Mami, tha ajo, duke përdorur titullin që ishte bërë natyral, mendoj se dua ta lexoj letrën. Olia fshiu duart dhe u gjunjëzua në nivelin e Anës. Je e sigurt? Po. Por dua që ti dhe babi të jeni me mua kur ta lexoj. Atë natë, të tre u ulën në dhomën e Anës, ndërsa ajo hapi me kujdes letrën e Rozës. Fjalët ishin plot pendim, shpjegime për rrethanat që e çuan të largohej dhe protesta dashurie për një vajzë që ajo e kishte njohur vetëm shkurtimisht. Ajo thotë se është e bukur si unë, komentoi Ana, duke lexuar një pjesë të letrës. Dhe se shpreson që unë të jem e lumtur. Je e lumtur? Pyeti Marku, duke vëzhguar shprehjen e menduar të vajzës së tij. Shumë e lumtur, u përgjigj Ana pa hezitim. Kam babin më të mirë në botë dhe mamin më të mirë në botë. Kam një shtëpi, miq, një familje që më do. Dhe si ndihesh për nënën tjetër? Ana mbeti në mendime për një kohë të gjatë. Mendoj se ajo duhet të ketë qenë shumë e frikësuar kur ishte e re. Dhe mendoj se duhet të jetë e trishtuar që ka humbur kaq shumë kohë me mua. Mençuria emocionale e Anës gjithmonë i befasonte të rriturit. Dëshiron ta takosh? Ndoshta një ditë, tha Ana me mendim. Por jo tani. Tani dua të qëndroj me familjen time të vërtetë. Me ju. Marku dhe Olia shkëmbyen vështrime lehtësimi dhe krenarie. Vajza e tyre kishte lundruar nëpër një situatë komplekse me një pjekuri dhe qartësi që shumë të rritur nuk e posedonin. Ana, tha Olia, ti e di se pa marrë parasysh çfarë ndodh, unë gjithmonë do të jem nëna jote, apo jo? Në mënyrën që ka vërtet rëndësi? E di, u përgjigj Ana, duke përqafuar Olian. Ti je nëna ime sepse zgjodhe të jesh. Dhe kjo është speciale. Më vonë, kur Ana ishte tashmë në gjumë, Marku dhe Olia biseduan për mënyrën si kishte shkuar situata. Ajo na zgjodhi ne, tha Marku, i mahnitur. Edhe pse e di se ka një opsion tjetër, ajo na zgjodhi ne. Ajo zgjodhi dashurinë që ndërtuam së bashku, korrigjoi Olia. Dhe kjo është diçka që askush nuk mund të na e marrë. Marku ju përgjigj Pietros duke e informuar se Ana kishte vendosur të mos kishte kontakt me Rozën për momentin, por se do ta linin derën hapur për të ardhmen. Roza do të duhej të respektonte vendimin e vajzës dhe të priste. Kaluan muaj dhe jeta u kthye në ritmin e saj normal.
Zbulimi për Rozën kishte, paradoksalisht, forcuar edhe më shumë lidhjet e familjes që Marku, Ana dhe Olia kishin ndërtuar. Ata kishin përballuar së bashku edhe një sfidë dhe kishin dalë edhe më të bashkuar. Ana, tani 9 vjeçe, ishte pjekur me përvojën. Ajo kuptonte se familjet mund të ishin të komplikuara, se dashuria e vërtet është një zgjedhje, dhe se ajo kishte fatin të kishte njerëz që e zgjidhnin atë çdo ditë. Baba, tha Ana një natë, ndërsa Marku po e vinte në gjumë, ti mendon se familja jon është ndryshe nga të tjerat? Pse e pyet këtë? Sepse në shkollë, familjet janë gjithmonë mami, babi dhe fëmijët që kanë lindur nga e njëjta familje. E jona është ndryshe. Dhe si ndihesh për këtë? Ana buzëqeshi. Mendoj se jemi të veçantë. Sepse ne zgjodhëm njëri tjetrin. Dhe kjo e bën dashurinë tonë edhe më të fortë. Marku puthi ballin e vajzës së tij, duke u mahnitur edhe një herë me mençurinë e saj. Ti ke absolutisht të drejtë, princesh. Ne jemi një familje speciale. Ndërsa Ana zinte gjumi, Marku reflektoi mbi udhëtimin e jashtëzakonshëm që I kishte çuar deri aty. Që nga ajo natë me shi në makinë e deri në këtë moment paqeje në shtëpinë e tyre të ngrohtë, me një grua të dashur dhe një vajzë të mençur, ai kishte mësuar se gjërat më të mira në jetë shpesh lindin nga vështirësitë më të mëdha. Roza mbeti në jetën e saj të re të largët, duke respektuar vendimin e Anës. Ndoshta një ditë, kur Ana të ishte më e madhe, ajo do të zgjidhte të takonte nënën e saj biologjike. Por ky do të ishte vendimi I saj, I marrë me sigurinë se gjithmonë do të kishte një shtëpi dhe një familje që e donte pa kushte. Historia e Markut, Anës dhe Olia do të vazhdonte të zhvillohej, plot gëzime të përditshme, sfida të vogla dhe dashurinë e vazhdueshme që I bashkonte. Ata kishin provuar se familja nuk është vetëm çështje gjaku, është çështje zgjedhjeje, angazhimi dhe dashurie që vazhdon përmes të gjitha stuhive. Fundi I historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Markut, Anës dhe Oliat ju ketë prekur zemrat, po aq sa na preku ne. Ky rrëfim na kujton se edhe në momentet më të errëta, shpresa dhe mirësia njerëzore mund të ndriçojnë rrugën drejt një të ardhmeje më të mirë. Nëse kjo histori ju emocionoi, mos harroni të abonohuni në kanalin ton për më shumë rrëfime frymëzuese që festojnë forcën e shpirtit njerëzor. Lini një pëlqim nëse besoni se drejtësia dhe dashuria gjithmonë fitojnë dhe na tregoni në komente për momente në jetën tuaj kur mirësia e një të panjohuri I bëri gjithë ndryshimin. Historitë tuaja janë frymëzimi për rrëfimet tona të ardhshme. Deri në udhëtimin tjetër emocional që do të ndajmë së bashku.